Si mund të flesh ndërsa mëkatet të janë falur? I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kushdo që thot kur të shtrihet në shtratin e tij, la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah aliyul azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Do t'i falen mëkatet, qoftë edhe nëse janë sa shkumë e detit. Sahih Ibn Hibani. Një hadith. Po, domethënë kesh një këshill në prag të xhumit që prej dhikrave të shumta të cilët i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të cilët janë të pëlqyera që njeriu t'i thojë, siç dihet, me kënu ajetul kursi, pastaj me kënu dy ajetet e fundit të surës Bekara që shnihet e populli Aman Rasulin, që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e lexon këto dy ajete i mjaftojnë për ta natën. Dietarët kanë thonë i mjaftojnë në kujdes të Allahut, që është ta natën, do kanë thonë i mjafton sikurse mu fal ta natën, i mjafton që ka bëni vepër të mëdha ta natën, edhe këto janë domosdoshmë të lehta me bën njëri munal, ose hadithi i njohur për besimtarët, ku Fatimia radiallahu anha, vajza e dashur e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e cila ishte e varfër, ishte më e dashur, po ishte e varfër, modeste. Tash nuk po du me paraqit varfërinë si diçka të pëlqyer, me dëshiru njeriu, mos keq kupton atë. Mirë po, Aliu, bashorti i saj, ishte njëri i cili kishte një tokë në periferitë të Medinës, dhe Fatimi u dëshke të kujdeset për punë të shtëpisë, t'ia çojë ushqimin Hazreti Ali's, më shumë se një obligim. E shkoi te prindi i saj, te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, tha: o baba im, tha, a ka mundësi me gjetë një shërptor? Parano, e bia më artë e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe me lip shërptor. Mirë po, cili prind e kishte refuzuar vajzën e vet me pas mundësi? Nuk besoj që ka. Paranoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili vetëm njëri kur ka hyrë në dhomë, ju ka çuar kom sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka pas zakon me pudh mball, edhe mfalçe. Hazreti Fatima radhiyallahu ta'ala anha, e cila domon ka qenë njeriu më i dashur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ndër njerëzit më të dashur të zemra e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E vjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në formë që nuk ka pas, nuk e ka dëshiruar këtë dunjë, se ka pas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka qenë fukara, mirë po nuk e ka dëshiruar, e ka dhuruar të rëndshka e ka posedu sallallahu alaihi wasallam. Në ato momente e refuzoi dhe i tha nuk kam. Ajo shkoi te shtëpia vet të vazhdoi jetën. Në mbrëmje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte kojshi. Domethënë te dhomat e pejgamberit, Fatimia ka pas një dhomë afër dhomave të cilat njihen në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur shkoi aty, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i gjeti duke pushu Alien dhe me Fatimën, ju trokitën në derë, tha: unë jam Muhamedi alayhis salam, dhe kërkoi leje të hyni Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, baba i Fatimës radhiyallahu anha, në këtë rast i dashur jon Muhamedi alayhis salam. Tha: oj Fatime, sot të refuzova. Mi pa tham diçka nëse e thua në prag të xhumit, është më e dashur dhe më e mirë për ty se sa me ta dhuru një rob. Shka, me thonë, tha në prag të xhumit 33 herë subhanallah, 33 herë elhamdulillah, dhe 34 herë Allahu akbar. Kjo është shka duhet njeriu me posedu vazhdimisht. Prej dhikrave dhe dhikrin që me thonën, para xhumit, tham drejtën, njeri mund të bëj praktik. Çdo herë bëna challenge. Unë po tham challenge. Po, banja vetit, unë kam i botë çdo 3. Mas një vjete shtoja. Unë tua fruta Allah dush me shtu i badetet. Ti me mujt për fillim, hala ma mirë. Ama të shku valla tanina, unë valla jam pak ma i shkujdesur ndaj dhikrit. Shtoj dhikrin. Unë valla namazet sunet sam të fort. Shtoj namazet sunet. Unë valla në xhami sam do dal 5 kohë. Shtoj. Pin dyn çose që bas banja 3 me xhamat, 4 deri në 5 sabahun sidomos. Domthon, mundo me motivu veten që me dal. Edhe një shka shumë interesant. Ali radiallahu anhu, kur nuk e kam lënë. Në vazhdim të hadithin fal. Po. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo është më e mirë për ju se me ju dhon rob. Në shpjegim të hadithit kanë thënë dietarët, Allah jep forcë, fuqi njeriu në shërbimin dhe në realizimin e obligimeve të tij më shumë se një rob. Don Ibn Taymija që kush e thot këta në ta kryej, blem unë shpeshherë fuqi trupore. Po, fizike. Unë shpeshherë edhe sportistëve them,
para betejave natën thuni që ta kur keni loja futbolli pilivanat mundsa dhe kështu më radh. Doping. Po. Kushtimisht doping shpirtëror, po them. Doping shpirtëror. Po. Hazreti Alia radiallahu anhu tha asnjëherë nuk e kam menjanu, nuk e kam largu këtë dhikër në prak të xhumit. Njëri prej të cilëve dëgjoj, pasi që pat kalu kohë gjatë, edhe mas dekës Muhamedit alayhis salam, tha as ditën e Safinit, dita e Safinit është e njohur ku lufta për fat të keqen një kacafytje e cila ka ndodhur në mes Alijes dhe Muavijës radiallahu an, ku ka ndodhur një fitnë aty dhe edhe atë çatnat nuk e ka lënën. Këtë dhikër. Subhanallahu, derisa ka dik. Unë e kam marrë këta, e këto janë dhikra të cilat janë të preferuara. Hoxha, çka 33 herë subhanallah 33, elhamdulillah 34 herë Allahu Akbar, elhamdulillah kur e praktikoj, se ka dëni natë që se ne praktikoj, e kum vërej dallimin në fuqi trupore, elhamdulillah. Do të thonë shumë është mrekulliçkit, me përdor ki fuqi trupore ditën. Pejgamberi sa nuk flet nga hamendje. Çdo sa na shka thot, ne i besojmë dhe e praktikojmë. Që Domethënë edhe atë dhikër të cilën Se po vjen më lavdu prom e kum përdor sot do këtë vetë si Red Bulla me pjell. Allah i Em të mojt podcastin shumë mirë. Ja Rabbi, Allah i trujt nga e keqja. Amin.